Parat kanë thonë se ibadeti më madhështor pas namazit është lutja dhe duaja. A lutja dhe duaja në realitet është kërkesë. Lutja dhe duaja është kërkesë. Megjithatë, thonte Omer ibn Khattabi radiallahu anhu, unë nuk dërtona fare, as nuk dishoj se Allah s'po më pranon dua. Kur nuk kam dishu. Amo për çfarë dërtohesh? Tha, unë dërtohem shumë nëse nuk më inspirohet, nuk më kujtohet me lut Zotit tëm. Që sa muj, sa problemi ki pos, sa të lajë ki pos. Sa herë tu ka kujtu që ti drejtojsh kërkeset e tua drejt Zotit tanë. Pra të thonë të Omeri, nëse Allah ma inspiron, doan luqen, ma kujton më lut, a i s'ta kujton kot. A i ta kujton që ti lutësh Allah që ta pranoj. Dhe thonë të Sufjan e Thauriu, mosu me rakos pëse Allahu s'tu ka përgjigj. Për shkak se Allahu donë diçka tjetër për ty. E diçka donë? Donë Allahu prej teje insistim do. Me insistu. I lutësh njerë, së përgjigjit. I lutësh djerë, 10 herë, 100 herë, se e dorë. Sigur a i fëmiju që i shkon të baba i ti dhe kërkon leje, apo kërkon leje. Dhe dhëtë hiqmi. Aja apet, deri sa ti përgjigjit. Allah ka dëshirë nga ne që ne të insistojmë. Për shkak se insistimin në kupton se e kena kuptu se s'ka mundësi kush neve në përgjigjet pos Allah. S'ka mundësi që nevojën tonë ta plësojë dikush pos Allah. Amo ti reke del, re del, shpresat e tua janë shpërnda, parat Allah zëtë nuk përgjigjet. Ku ta kuptoj se veç te kjo del, ka zgjidhje, amo Allah donë me të ndëgju, dhe thonë të gjithashtu Jahja ibn Muadhi, nuk ka mundësi luqja të kthehet prap nëse plësojnë të dikusht. Kur luqja s'kthehet prap? Veç përpiqu ti që të dia ti pajtojsh, ti bashkosh gjuhën dhe zemrën. Nuk ka luqje që a kthi prap, që është pajtu gjuha me zemrën. Do të thotë luqja që i boron nga zemra, atë që i lutet Zotit tanë, a i vetëdishëm prej të li, a i vetëdishëm prej kuj je të li. A ke besim thellë që atë kërkesë që ja paraqet Zotit tanë, vetëm Allahu mund më të përgjigjë. A ka mundësi dikush që më të përgjigjë? Nëse këtë e kënë zemër, 100% Allah të përgjigjë. Amo ka mundësi ti nuk e shef. Sot si nuk e shef. Se ka thonë bejamin Allahu, doja e pranuar të Allahu është të ralloj. Ose Allahu të përgjigjet në ata që insistonti, ose e shef Allahu të parasysh, Allahu azza wa jall të arsishme, që në vend se me të përgjigj qatë që për kërkon, Allahu me të hek një bela ma të madhe se atë që për kërkon Zotit ta. Ose Allahu e parashef që ki bashkak që asaj lutjes tonë, Allahu belat në ahiret me t'i largu. Cilin Allahu e zjedh për ti, cilin është me mirë për ti. Se na jena të paaf, na se dim, na dojmë me shku për që në aeroplan, insistojmë, dhe më tregoj ke njoni ki pasqish ku patroni aeroplana, kupton, insistova, e shpejt, kur arrit ati, boarding s'ka, slon, insistova, dërmjecim,
ministri, a gjë? Sumë lënë. Mas 15 minuta arabloni që në hava bëndo. Edhe shqirë që s'kesh ati. Që këtë që gjiri, kush e ka ditë? Që këtë kush e ditë në ti të armërin tonë? Cëllë është ma mirë për ti? Ku e dinë ti? A zengin lëki, a fukara lëki të banë bë ti? Njoni më tha par gjerë, ishtë në ndërës dikone dhe tha, unë e thëtë, s'kam të katë që aty. Ka më mëra shonca. Kur bës ja tholi filon, tash kur s'vën shonca. Për ata Allah s'ka thonë ta ka ti. Se ti kur s'thol. Për këtë arsye Allah s'jep ta ka. Se ti harabat ban. Pra vëllezër të ndershëm, Allahu e din ti çka të bën. Cila është me përshtatsh.